Tash 4 dekada më parë, Kurani u përkthye e u botua I plot edhe në gjuhën shqipe. Ky përkthim historik dëshmon jo vetëm pasurinë, shpresën dhe forcën shpirtërore të gjuhës shqipe, por edhe pjekurinë profesionale dhe përgjegjësinë institucionale të studiuesve dhe institucioneve islame shqiptare. Ajo është dëshmi se në hapësirat tona kulturore, feja dhe gjuha kanë ecur bashkë, duke I vënë shërbim të njëra tjetrës, dijen, urtësinë dhe përhapjen e vlerave universale të paqes, drejtësisë dhe mëshirës që përçon vetë Islami. Megjithëse prania e Kuranit e shqiptarët është e hershme, sa dhe Islamit, sidomos edhe interesimi, përkushtimi, kontributi I shqiptarëve ndaj dhe për Kuranin janë të hershme të dukshme. Nga radhët e popullit tonë kanë dalë shumë njohës, komentues, hafiz e lexues spikator të Kuranit, dhe në anën tjetër ata kanë jetuar e vepruar sipas porosive të Kuranit.